إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëlturës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën qefinosja e të vdekurit. Vëllezër të dashur, ne inshallah taala edhe xhumajave në vazhdim do të flasim për të njëjtën temë që veç më e trajtonim edhe para Ramazanit, e që kishte të bëjë me të vdekurin. Të gjithë do të ballafaqohemi me këtë situatë. Ose do të na vdes familjar, i afërm, i miqësisë, dikush nga miqt, dhe ne duhet ta dim këtë dije të sjelljes me të vdekurin. E nëse ne e dim këtë dije, edhe i realizojmë vetë në praktik për të dashurit ton, padyshim që kjo vepër është jashtëzakonisht e lavdruar, e shpërblyer dhe e dashur te Allahu i lartësuar. Pra më mirë ti ta realizosh për babën, për vllaun, për minxhën, për një dashamir tëndin, ta realizosh këtë obligim fetar karshi të vdekurit, se sa ta realizoj dikush tjetër. Për atë është një dije që vërtet ja vlen që ne ta kemi edhe ta fusim në praktikën e jetës sonë, që ti marrim shpërblimet e Allahut të lartësuar për diçka të tillë. Ndërsa sot do të shohim se si bëhet qefinosja e të vdekurit. Qefini i mashkullit duhet të jetë 3 pjesë. Izari është pjesë e cila e mbulon të vdekurin nga koka deri te thembrat e këmbëve, këmishës e cila e mbulon nga qafa deri te këmbët, me këtë mbulohet komplet trupi përveç kokës me këmishën. Kjo këmish nuk lejohet të ketë jaka, mangë edhe xhepa. Dhe lifafi, që është pjesa e tretë, e që e mbështjell komplet të vdekurin duke lënë pak më tepër vend qefin te koka edhe te këmbët që të mund pastaj të lidhet. Pasi e presim qefinin në këto 3 pjesë, atëherë e shtrojmë më së parti lifafin, pastaj izarin dhe në fund këmishën. Dhe pasi që të ja kemi tharë trupin të vdekurit që mos të laget qefini, çfarë bëjmë pasi kemi tharë trupin? E parfumosim qefini. Kjo është e rëndësishme, parfumosja është mirë të jetë tek. Pasi e parfumosim qefinin, e vendosim të dashurin ton aty, edhe ja veshim pikës pari këmishën, pastaj izarin, edhe në fund lifafin. Pasi që ja kemi mbështjellur trupin, si zakonisht ja lojmë fytyrën hapur, qelë, që të bëhet nga familjarët të dashurit e tij edhe përshëndetja e fundit me të dashurin e tyre, sepse shkon dikund ku nuk do ta shohim më. Një prej këtyre arsyeve që e ka bërë Allahu, pastrimi, qefinosja, e kretë kjo procedurë, po pastaj edhe e falmja, një prej urtësive kryesore, e dini cila është se ti kur do ta shohish të dashurin tënd në atë formë, s'ka mundësi lëvizje, shkon ku nuk kthehet.
ka përfunduar qitapi i tij dhe kanë ngelur vetëm veprat. Dhe do të filloj një jetë të re në Vareza. Dhe është më se i nevojshëm për faljen tonë. Po, ishte në jetë dhe kishte gabime. Po, edhe ti ishe në jetë dhe ke gabime. Ashtu si që shef vllaun tënd sot të shtrirë, do të shtrihesh edhe ti dhe dikush do të përgatit njëjtë. Ashtu si ki gabu ti dhe ke nevoj për falje, edhe ai ka nevoj për falje. Kjo është dhe urtësia e të shkuarit nga të afërmit me të cilët ai ka patur kontakte dhe ka ndodhur gabime që të shkoj edhe të jetë haku i bërë halal nga të afërmit e tij. Pas kësaj, pra, pasi bëhet edhe përshëndetja, ja mbulojmë edhe fytyrën dhe përfundon procedura e qefinosjes. Ndërsa te qefinosja e femrave shkon e njëjta procedurë, e njëjta, me dallim që te femra përveç lifafit, këmishës edhe izarit, që ishin njëjta, ka edhe dy pjesë më tepër. Një është shamia namazbezi dhe një është dizga e cila e mbulon të vdekurën nga gjoksi deri te kofshët e këmbëve. Pra do presim në tjetër formë që fini për femër. Jo vetëm në 3 pjesë, por ta bëjmë në 5 pjesë. 3 të njëjta dhe 2. E përsëris shamia, namazbezi, edhe një dizg që e mbulon nga gjoksi i saj deri te kofshët e këmbëve. E njëjta procedurë, pasi ta kemi prerë që fini kështu, e thajmë trupin e të vdekurës, e parfumosim qefinin, e lëshojmë aty mbi qefin, e mbulojmë me këmishën, pastaj e mbulojmë me namazbezin, në fakt flokët ja marrim gërsheta dhe e vendojmë mbi gjoksin e saj, flokët ja vendosim shamin, e vendosim pastaj edhe pjesën e dizgës së gjoksit që mbulon gjoksin deri në kofshët e këmbëve, pastaj edhe izarin, lifafin, i lehet fytyra, qel, përshëndeten të afërmit me të, i mbulohet pastaj, i lidhet njëjtësit e meshkujt te koka, te mesi dhe te këmbët dhe kështu, pra kemi përfunduar me qefinosjen e të dashurve tonë që na ikin në botën e varezave. Kjo formë e qefinosjes është përcjell nga pejgamberi sa më të kështu vazhdon dhe sot e kësaj dite, por unë do përmend vetëm një hadith pejgamberit alayhis salam ku thot ana Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi 3 athwabin bid. Tregon Aisha kur i dashuri jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dha shpirtin Allahu Gjellëshanuhu pasi që e pastruan sahabët shokët e tij siç e bëjmë ne sot me të dashurit ton, edhe atëherë ai u qefinos thot Aishja në 3 pëlhura pambuku nga Jemeni. Ashtu siç i përmenda, lejse fiha kamis wala imama. Nuk kishte si këmisha, pra me mëng, jaka dhe xhepa kështu me radhë, po as nuk kishte shall, pra vetëm në këto 3 pjesë. Lusë Allahun e madhruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që të vdekurit tonë një rob, të vdekurit e mbar muslimanëve mëshiroj fali dhe bëja u nasip rrezik xhenetin, ndërsa të gjallëve tonë dhe të gjallëve të mbar botës muslimane bëja u rrezik që të i forcosh në fenë tënde, të praktikojnë mësimet e fesë tënde, që të jenë të lumtur në këtë botë dhe të shpëtuar në botën tjetër. Amin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa li jamil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.